E pra të dashur miqtë e mi, ja ku jemi sërish për të komentuar tashmë marrëdhënien mes Brikenës edhe Mateos. Nëse flasim për marrëdhënie të sinqerta në Big Brother, unë kam bindjen që marrëdhënia më e vërtetë dhe më e sinqertë që është krijuar brenda në shtëpinë e Big Brotherit deri në këtë pikë të lojës, edhe pse në fakt deri ditë më parë na dukeshte shumë e dyshim si marrëdhënie, mua më duket marrëdhënia e Brikenës dhe marrëdhënia e Mateos. Brikena, gjatë qëndrimeve në verandë, gjatë ditëve kur banorët po marrin, dritën e diellit, po e shijojnë ngrohtësinë e bukur tani të pranverës në Tiranë, ka dhënë disa deklarata që këtë marrëdhënien, këto emocionet, këto ndjesit nuk i përdorën për lojë fare. Brikena tha që mua nuk mund të më afron për t'ia dhënë puthjen Mateos, as nominimi, as që të dal nga shtëpia, as që të qëndroj në shtëpi. Por unë e ndjej veten shumë banore të fortë deri në ditën që unë do t'jem këtu. Në momentin që unë do dal nga shtëpia, unë do të suportoj dhe do të mbështes Mateon nga jashtë. Por edhe në diskutime, edhe në debate, nëse ne do të futemi në mënyrë të detajuar, t'i ulumtojmë këto debate dhe t'i analizojmë, e shoh Brikenën jashtëzakonisht të fortë, duke mbrojtur në mënyrë të tmerrshme Mateon, që vetëm e vetëm ai të jetë banori që të dominon në për debate. Në të gjitha debatet që ka Mateo, Brikena është arma më e fortë e tij. Unë mendoj që Mateo dhe Brikena kanë ndërtuar atë ndjesin shpirtërore, kanë filluar të kenë emocionin shpirtëror brenda vetes. Brikena nuk e ka shumë të rëndësishme në qoftë se do të jetë në fitore, sepse ndoshta nga dronat të cilat kanë mbritur brenda në shtëpinë e Big Brother, Brikena e ka kuptuar që Mateo është djali i preferuar jashtë edhe mund të ketë një fitore të garantuar. Dhe Brikena thjesht është duke jetuar dhe duke shijuar ditët me Mateon. I kemi parë shumë të afërt, i kemi parë shumë lozonjar me njëri tjetrin, na kanë dhuruar shumë dashuri dhe natën e mbrëmshme që të dy e mbyllën natën duke fjetur me dorën pranë njëri tjetrit. Mateo edhe kur flen Brikena e shikon në sy. Është një ndjesi shumë e sinqertë, është një ndjesi shumë e vërtetë, që me sa kuptoj nga ky Big Brother, i vetmi çift që mund të del nga shtëpia është Mateo dhe Brikena. Nuk ka një çift tjetër, nuk ka një çift i cili do të vazhdon jashtë shtëpisë së Big Brotherit me emocionet e tyre. Mendoj që Brikena nuk do të bën lëvizje dashurie në këtë format, ajo thjesht po e jeton njohjen, qetësinë dhe ngrohtësinë që po e kalon me Mateon. Njohjet e dashurisë do t'i bën jashtë shtëpisë së Big Brotherit, në kuptimin që jashtë kësaj shtëpie do të rinisin dhe rindërtojnë në lidhjen e tyre. Si mendoni ju?